Pala Greko u largua nga Korça dhe pas një 2 muaj, 3 muaj, shpalli rivendikimin e 12 kilometrave në ujrat e veta territoriale. Ja, ky është Edi Rama. Tani, e pret Dendian sepse ministri Dendia e ka cituar Edi Ramën për lidhje të paqarta me një halla, me një gjysha, me një tezë s'maj me mirë tani, se s'kam që hymë këtu, po i ka cituar, është e njohur. Dhe tani unë pres rezultatin e takimit. Dhënia me fshinjët, ndjeni keq ardhur zoti Berisha që pasi u rikonfirmuat në krye të Partisë Demokratike të shtunën, nuk patët asnjë mesazh publik nga krerët e partive si Motra për t'ju uruar për mandatin e radhës në krye të Partisë Demokratike? Faleminderit. Mendoj se e shtuna ishte një nga ditët më të ndritshme të demokracisë në Shqipëri, që ka mbetur vetëm në opozit. Unë të shtunën kam një mirënjohje të pafund për të gjithë ata të cilët ju përgjigjen pas një propagande agresive të pafund të mafjes shtetërore, pas përpjekjes për infiltrim të eksponentëve të botës së krimit nga Edi Rama, pas përpjekjes për të përballë këtë garë me të përdal politik të cilët pasi kanë ikë nga PD-ja, kanë krijuar në parti tjera, kërkojnë i sillte Edi Rama të kandidate të tjera të mëral. Pra, ajo ka qenë ditë e historisë. Tani për sa i përket urimeve, kam marrë urime nga miq të mi, pres urime, por të jemi sinqert, nuk mund të them se unë jam nga ata që çoj shumë urime. Kështu që në këtë rast ka një lloj reciprociteti, domethënë të jemi hapur. Osman Stafa, News 24. Rreth 37.300 sa demokrat ishin pro që ju të ishit përsëri kryetari i Partisë Demokratike. Po i quajmë 20.000 zoti Berisha, po marrim një numër 20.000 antar të Partisë Demokratike, pse nuk janë në protestat tuaja? Pra 20.000 veta, 20.000 qytetar, antar të Partisë Demokratike, por preferojnë t'ju mbajnë juve në krye të Partisë Demokratike, por thirrjes tuaj për të qenë kundër Edi Ramës nuk i përgjigjen. Pse ndodh kjo zoti Berisha? Osman, po të mos ishin këta antarë të Partisë Demokratike, Ballukun do ta kishe Dopjo Zëvendës kryeministre, po të mos ishin këta antarë të Partisë Demokratike me qendresën e tyre, Edi Ramën